Kjo është fjala e Zotit. Dhe fjala e Zotit flet për mua. Fjala e Zotit më ka dhënë një identitet në Krishtin Jezus. Unë besoj atë që fjala thot. Dhe fjala thot që unë jam fëmijë i Perëndis. Unë jam i bekuar. Jam i shëruar. Jam i begatuar. Jam i çliruar. Jam i gëzuar. Dora e Zotit është mbi mua. Fryma e shenjtë është në mua. Mbi mua. Dhe rreth e qartë meje. Dhe unë kam fitore në emrin e Jezusit. Amen. Halleluja. Lavdi Zotit. Ka shumë rëndësi që ne t'i japim zë fjalës së Perëndis. Fjala e Zotit fillon në fillim Perëndia. Dhe ky është ekuacioni i suksesit. Nuk vjen karriera në fillim. Nuk vjen paraja në fillim. Nuk vjen njerëzit në fillim. Duhet të filloj me Perëndin. Dhe Bibla nis në fillim Perëndia. Vendose Zotin Perëndin tënd të parë në jetën tënde. Dhe kur ti bën këtë ekuacion, Zoti të shoqëron me bekime. Te Mateu 6:33 Jezusi thot: kërkoni më së pari mbretërinë e Perëndis dhe drejtsinë e tij, dhe të gjitha nevojat tuaja do t'ju jepen çfarë? Si shtesë, si dhuratë nga Zoti. Fjala e Zotit gjithashtu vazhdon që toka ishte pa trajt dhe ishte mbushur me errësirë dhe ishte unerë. Por thuhet që fryma e Perëndis. Tani kur themi fryma e Perëndis, në hebraisht është shkruar ruha. Dhe ruha është fryma e Zotit që lëviz. Dhe fryma e Zotit ishte duke fluturuar mbi sipërfaqen e ujrave dhe ishte duke pritur të dëgjonte një zë. Dëgjoi zërin e Perëndis që tha: u bëv dritë, dhe menjëherë fryma e Zotit bëri dritë. Fryma e shenjtë i është dhënë kishës 2000 vite më parë. Ruha është derdhur dhe ai lëviz. Është Perëndia që banon në ne, është Perëndia që është mbi ne, para nesh, mbrapa nesh, majta nesh, djathtas dhe rreth e qartë nesh. Dhe ai është duke pritur të dëgjoj zërin tënd. Po çfarë të thuash, të ankohesh, të flasësh negativisht? Jo, është duke pritur që ti të flasësh fjalën e Zotit. Prandaj sot merre këtë në zemër. Unë do t'i jap zë premtimit të Perëndis në jetën time. Ti do t'i japësh zë premtimit të Perëndis në jetën tënde. Ti do të thuash: Perëndia po më shëron. Perëndia po më çliron. Perëndia po më bekon. Ky është zëri që fryma e shenjtë dëshiron të dëgjojë nga ty. Dhe kur ti e thua këtë në emrin e Jezus, fryma e shenjtë fillon dhe lëviz në jetën tonë. Te takimi i burrave ne studiuam te Gjoni 14 ku thuhet që çdo gjë që ju do kërkoni në emrin tim, ati do ta bëj. Çdo gjë që ju kërkoni në emrin tim, thot Jezus, unë do ta bëj. Çdo gjë që ne kërkojmë në emrin e Jezusit, fryma e shenjtë do të na jap dhe do veprojë në jetën tonë. Prandaj sot, nëse ti ke dëshirë që fryma e Zotit të veprojë në ty dhe të lëviz në ty, të ndryshojë gjërat, atëherë thërite fryma e Zotit. Eja dhe lëviz në jetën time. Thuaj bashkë me mua. Fryma e shenjtë. Eja dhe lëvizi gjërat. Sistemoj ashtu siç ti do. Vendosi në dritën e shkrimit të shenjtë. Dhe unë shpall sot që jam i bekuar, jam i shëruar, ti po më çliron në emrin e Jezus. Amen. Halleluja. Shumë njerëz jetojnë të lidhur në prangat e të shkuarës. Ndonjëherë janë të lodhur nga e tashnja, pra të lidhur nga e shkuara,
të lodhur nga e tashmja dhe të pasigurt për të ardhmen. Por Perëndia nuk na thret të jetojmë sipas plagëve tona, sipas eksperiencave tona, sepse eksperiencat tona mund të jenë negative dhe mund të jenë gënjeshtare. Jo gjithmonë ne kemi të drejtë. E drejta e njeriut nuk vlen. Prandaj Jezusi tha, nuk ka asnjë të drejtë, as edhe një. Pse? Sepse është e bazuar në fuqinë e mëkatit. Është e bazuar në fuqinë e kësaj bote. Dhe shpeshherë ne reagojmë nga plagët tona. Ai na ka thirrur të jetojmë sipas premtimit të tij. Ai nuk premton një jetë pas tuhi, një jetë pa probleme, por premton që në mes të stuhisë, në mes të problemeve, ai do jetë aty me ty. Kur discepujt ishin në stuhi, Jezusi ishte në bark. Mjafton që ata e thirrën dhe ai u ngrit dhe tha, "Hesht", dhe u bë heshti. Pra nëse në barkën e jetës tënde ti ndodhesh në mes të një deti të trazuar, ose në një lumë të trazuar, mjafton të thrasësh emrin Jezus dhe do të ketë heshtje. Mjafton që ti të hysh si populli Izraelit në lumin Jordan kur priftrin banin arkën e beslidhjes. Ti ke beslidhje me gjakun e Jezusit dhe mjafton që ti të hysh me gjakun e Jezusit dhe lumi Jordan do të ndalet. Ai na ka thirrur ne që ne të jetojmë sipas premtimeve të tij. Dhe sot ne do të shikojmë 3 të vërteta që mund të na ndihmojnë se si ne të ecim në fitore. 1. Mos lejo që e shkuara të përcaktoj atë kush je ti, identitetin tënd. Isaia 43:2 fjala e Zotit thot, kur të kalosh përmes ujrave, unë do jem me ty. Kur të kalosh përmes zjarrit, zjarri nuk do të djegi dhe lumi nuk do të mbysi. Pra, ka një siguri, ka një premtim këtu që ti dhe unë, kur e lexojmë të gjë, ndodhesh në mes të 100 problemeve, shumë njerëz thonë nuk këndojnë 100 kumri. Jo 100, 1000 kumri të këndojnë në kokë, ti je i sigurt. Nuk do të digjesh. Nuk do të digje. Pse? Sepse unë besoj premtimit të Zotit. Ne të gjithë kemi një të kaluar, dhe në të kaluarën tonë mund të kemi dështime, mund të kemi zhgënjime, mund të kemi mëkate, jo mund, po kemi mëkate, mund të kemi pësuar humbje, njerëz që na kanë tradhtuar, që na kanë gënjur, që na kanë mashtruar, njerëz që mund të jenë larguar nga ty. Mund të kemi tradhti, ti ke besuar dikujt kaq shumë dhe të ka tradhtuar. Dhe për shkak të këtyre gjërave, shumë njerëz i marrin këto gjëra dhe i bëjnë identitetin e tyre. Dhe shpeshherë kur vinë dhe bisedojnë me mua, pastor, ti se di çka kanë kaluar unë. Unë jam kështu dhe listojnë një listë gjatë me gjëra negative. Po, a është kjo e vërtet? Jo. Djalli ka sjellë këto eksperjenca, pse? Që të shtrëmëroj pasqyrën tënde. Keni parasysh kur ti shkon në një pasqyrë, ne burrat duam të ruhemi, po e duam pasqyrën të mirë, po na duhet edhe një dritë përballë që ta shikojmë mirë fytyrën, se ndoshta çahemi. Dhe kur pasqyra është e shtrëmër, ç'a ndodh? Ti prihesh. Dhe shumë njerëz presin veten, gjakosin veten, pse? Sepse po shikojnë në pasqyrën e gabuar. Bibla, fjala e Zotit është pasqyra e drejtë. Shko aty dhe shiko kush je ti në Krishtin. Jo kush je në mëkatin, kush je në të shkuarën. Perëndia na ka identifikuar ne jo me të kaluarën tonë, por ai na shikon ne sipas asaj që ne jemi në Krishtin. Bibla thotë që ne jemi krijesa të reja. Bibla thotë që ne jemi fëmijë të Perëndisë. Prandaj ne nuk mund të jetojmë më si skllav. Mund të kesh probleme me ndonjë ves, mund të kesh probleme me skllavëri, dhe kjo është skllavëria e mëkatit. Por ama kur ti e di që jam fëmijë i Perëndisë, ti thua vetes unë jam fëmijë i Perëndisë, dhe ky vesi, ky problemi, ky stresi, kjo frika nuk mund të më poshti mua në emrin e Jezusit. Ti e poshtë këmbëve të mia. Ti ngrihesh që në mëngjes dhe thua ruha, mirëmëngjes, frymë shenjtë.
Gjatë sa jave unë këtë kam thënë, lutja që unë kam pasur këtë javë ka qenë kjo, mirë mëngjes frymë e shenjtë. Unë të dua ty. Unë të ftoj të vish, të më mbushësh dhe të më rimbushësh plot me zjarrin tënd, plot me prezencën tënde, sepse zjarri i frymës shenjtë konsumon çdo gjë që është e keqe në jetën tonë. Dhe ne kemi nevojë që ta kemi. Ai na zbulon Krishtin. E shkuara jote në duart e Perëndis bëhet dëshmi. Pra, ajo që duhet të them sot është, dorëzo të shkuarën tënde. Sido që të ketë qenë e shkuara jote, ti mund të kesh qenë një njeri që ke lënduar të tjerët, mund të kesh qenë njeri që u ke bërë keq të tjerëve, por mund të jesh një njeri që të kanë bërë keq ty. Cila do qoftë ana që ke mbajtur, sot dorëzoja Zotit. Ti do kesh një dëshmi të hirit të Zotit. Ti do kesh një dëshmi të favorit të Zotit. Dhe ti do kesh një dëshmi të transformimit të karakterit tënd. A mund të ndryshojë Zoti karakterin tonë? Po, absolutisht që po. Ai e kthen ajdutin në një njeri të bekuar. Ai e kthen atë që deri dje ka përdorur fjalë të pista në një gojë të shenjtë. Ai e shenjtëron gojën tonë. Ai na shëron. Pra, ai na transformon. Dhe ai na përgatit ne për destinacionin ku ne duhet të shkojmë. Kujtoni Jozefin. Jozefi u tradhtua nga vëllezërit e vet. Por kjo situatë tradhtie e çoi Jozefin ku? Në pallat. Vëllezërit e shitën, e hodhën në pus. Më pas, në burg, ai profetizoi dhe ata u harruan fare për Jozefin. Por gjithë kjo histori ndodhi për një arsye, që Jozefi të shkonte të bëjë administratori i Egjiptit. Dhe historia jote nuk po ndodh, Zoti nuk po e lejon që të shkatroj ty. Zoti po e lejon që ti në moment të caktuar të ndëgjezohesh dhe të thrasësh frymën e Zotit. Ne nuk kemi nevojë për 15 vite sa pati Jozefi. Ne jetojmë në epokën e dhjatës së re. Ne jetojmë në epokën e frymës së shenjtë. Dhe ndërsa jetojmë në epokën e frymës së shenjtë, fryma e Zotit i transformon gjërat në një moment të caktuar. Prandaj vdiqi Jezusi në kryq, që të ftonte frymën e shenjtë dhe i thotë që unë do të shkoj dhe do t'ju sjell një ngushëllues tjetër, do t'ju sjell një person tjetër njësoj si unë, që ka të njëjtën autoritet, që ka të njëjtin fuqi. Dhe nëse ti je thret, fryma e Zotit lëviz, dhe ai e mbush humnerën tënde plot me jetë. Ai e kthen shkretët tjerën tënde në oazë. Ai der shi nga qielli nëse je i tharë. Dhe ai bën që toka të mbi barin e tij. Ai bën që vesa e mëngjesit të vijë në jetën tënde dhe ti të lulëzosh si zambaku. Nuk jam poezi që po i bëj unë këto, i kam gjetur në Bibël gjitha këto vargje që po them tani. Dhe fryma e Zotit që na i kujton. Dhe Zoti mund të na japi një shembull njësoj si Davidi. Davidi u përndoq nga Sauli. Për vite me radhë Sauli e kërkonte në shkretir dhe Davidi shkonte dhe flinte në përshpella. Po kur nuk guxoi që të shante Sauli, mbretin tjetër. Pse? Se Zoti kishte vajosur që një ditë ai do bëhej mbret. Dhe ai u bë. Ndoshta për ndje këtë situatat e vështira që jetë duke u kaluar, po të ngrenë ty lartë. Pietri e mohoi Jezusin 3 herë. Por më pas, në ditën e rëshajave, në ditën e Pentakostit, kur fryma e shenjtë erdhi mbi Pietrin, ai u ngrit dhe predikoi ungjillin dhe mijëra njerëz u kthyen te Zoti. Ti mund ta kesh mohuar Jezusin, ndoshta jo me fjalë, por në mënyrën si ke jetuar. Sot ftohe frymën e shenjtë. Thuaj ruha, frymëzo në jetën time, merr frymë sot. Hukat, Jezusi hukati mbi dishepujt e tij. Dhe fjala thot, ata morën frymën e shenjtë. Hukati i dha frymë, i dha frymë.
Prandaj shumë e rëndësishme që ti të kërkosh Zot, u kat frymën tënde në jetën time. Derdhe prezencën e frymës shenjtë, Zot. Çdo mëngjes të mirësh thua mirë mëngjes, frymë shenjtë. Unë ta dorëzoj ty këtë ditë. Eja dhe më drejto, eja dhe më beko. Merr një vendim sot. Mos reago nga plagët e të kaluarës. Jo nga identiteti yt i vjetër, por jeto nga identiteti yt i ri si bir i Perëndis. Unë nuk jam ai ose ajo që eksperiencat e mia thonë se jam. Thuani bashkë me mua. Unë nuk jam ai që eksperiencat e mia thonë se jam. Por unë jam bir i Perëndis. Që këtu fillon zbulesa. Dhe në lutjet tuaja gjatë kësaj jave kërkoj Zot, më zbulo fuqinë e birërisë. Sepse ka një fuqi aty, ka një pushtet, ka autoritet që Zoti ja ka dhënë bijve të tij. Gjëja e dytë që ne zbulojmë është ne duhet të qëndrojmë në besim, sepse Perëndia po më udhëheq mua drejt fitores. Okej, jam në vështirësi, jam lutur për një kohë të gjatë, por porta duket e mbyllur, duket sikur kam një mur përpara, nuk po shikoj përgjigje. Gjithë kjo po ndodh për të mirën time. Perëndia po më drejton mua drejt fitores. Isaia 41:10 fjala e Zotit thot: mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humb. Pra, mos ki frikë. Njerëzit kur jetojnë për një kohë të gjatë në frikë e humbin të rrugën fare. Dhe nuk din ku t'i drejtojnë syt. Prandaj psalmisti thot: nga ti drejtoj syt, të shikoj nga malet? Jo, unë do shikoj nga Perëndia im, prej andej do më vinë ndihma. Malet, njerëzit që ti njeh, ka shumë njerëz thonë, o pastor, nuk njoh njëri në Tiranë. As unë s'njoh njëri. Unë njoh kë, më të madhen, njoh Jezusin. Nuk ka rëndësi të njohësh dikë të famshëm, me shumë lekë të pushtetshëm në Tiranë. E rëndësishme është çfarë? Të njohësh më të madhen, ti njeh Jezusin. Pse? Sepse unë jam Perëndia yt. Kthehemi në fillim. Në fillim Perëndia. A është në fillim Perëndia, a është fillimi yt Perëndia apo jo? Kjo është pyetja. Unë të forcoj dhe njëkohësisht të ndihmoj dhe të mbaj në dorën e djathtë të drejtësisë time. Shumë njerëzve u mungon drejtësia. Shumë njerëzve u kanë bërë pa drejtësi. Por Zoti thot, unë të kap nga dora ime djathtë dhe unë jam drejtësia jote. Lëre Zotin të jetë drejtësia jote. Mos u merre ka ky gabim, ma punoj ai, s'ma punoj ajo, lërini këto, harojni. Falini njerëzit që ju kanë lënduar dhe ngriu dhe hec përpara. Ndoshta përgjigja e lutjeve të tua po vonon, por vonesa nuk është refuzim nga Zoti. Zoti ka 3 përgjigje. Po, jo dhe prit. Prit nuk është jo. Do thotë që nuk është koha. Prit për kohën e Zotit. Dhe Zoti do të derdhi bekimin e tij. Heshtja nuk është mungesë. Sprova nuk është fundi yt. Do të thotë që Zoti akoma po shkruan historinë e jetës tënde. Ki durim derisa të përfundojë. Shpesh ne shikojmë pengesën, ndërsa Perëndia sheh përgatitjen. Ti shikon provën, por Zoti nga ana e vet shikon përgatitjen. Ai po të përgatit ty në provën që ti po kalon. Sa më e madhe mund të jetë betejë jote, aq më e madhe mund të jetë ajo që Perëndia po përgatit për ty. Keni parasysh shigjetën? Kur ti e vendos shigjetën në harë, do ta tërheqësh. Po sa më shumë triqe, pastaj aq më shumë lëshohet. Dhe nëse ti je në mes të provave, do thotë që Perëndia po të tërheq dhe po të bën gati që të lëshojë. Mos i thuaj Zotit, o Zot, unë s'dua të qëndroj aty. Unë s'dua. Atëherë nuk do lëshohesh nëse s'do.
Nëse do që të lëshohesh dhe të shtyhesh shumë larg, lëre që ai të tërheqë. Ai po hap dyje që askush nuk mund t'i mbyll. Dhe ai po sjell paqe aty ku ka ankth. Ai sjell liri aty ku ka robëri, dhe ai sjell restaurim aty ku ka humbje. Nëse ke humbur diçka, vitet që ti mund t'i kesh kaluar me lot, thot Zoti, ai është i aftë që t'i kthej në lot gëzimi. Bibla thot që ai do të fshijë çdo lot në sytë tonë. Dhe ti do kesh gëzim. Prandaj sot merre këtë nga Zoti. Kur ti nuk shikon asgjë duke ndryshuar, Perëndia është ende duke punuar. Pra nëse shikon një situatë, një problem, dhe thua Zot, po unë s'po shikoj asnjë ndryshim. Kjo do të thotë që Zoti po punon akoma. Prandaj kish shpresë, mos e humb zemrën tënde. Perëndia jo nuk flet. Perëndia ju nuk haron. Ai thot nuk do të lë dhe nuk do të braktis. Dhe ai nuk e ndryshon planin e tij për ne. Mos e marr besnikërinë e Perëndis nga rrethanat e tua, por mate me premtimet e tij. Ky është gabimi që ne bëjmë. Ne e masim besnikërinë, fuqinë, pushtetin, autoritetin e Zotit në bazë të rrethanave tona. Ti duhet ta masësh në bazë të premtimeve të Perëndis. Jepi zë premtimit, mësimit të që duhet mësojmë sot, jo problemit. Ne kemi si zakon në Shqipëri që hajde do pim kafe, do qajmë hallet. Jo, mos qaj hallet. Nuk vlen qaja e halleve. Sepse thjesht do qash, kaq. Nuk do zgjidhesh asnjë problem. 2 Korintasve 1:20 fjala e Zotit thot, sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë të. Dhe çfarë janë? Janë po dhe amen. Po pse janë kështu? Për lavdi të Perëndis. Dhe këtu do të themi nëpërmjet nesh. Thot fjala e Zotit. Ta themi së bashku? Sepse të gjitha premtimet e Perëndis janë në të. Dhe janë po dhe janë amen. Për lavdi të Perëndis. Nëpërmjet meje. Aleluja. Sa i gëzuar jam që Zoti të marrë lavdi nga unë. Nëse unë kaloj një situatë dhe Zoti merr lavdi, i qofsha falë Zotit. Pra, i jepi lavdi Zotit në çdo situatë që ti ndodhesh. Shumë herë problemi bëhet zëri më i fortë në jetën tonë. Frika flet frikë. Ankthi flet shqetësim dhe dyshimi flet mosbesim. Por Perëndia na thot, mos i jep zë frikës, jepi zë fjalës së tij. Besimi nuk mohon problemin. Besimi shpall se Perëndia është më i madh se sa problemi. Pra ne nuk e mohojmë problemin që nuk ekziston. Por kur ti rrëfen me besim, kur ti shpall fjalën e Zotit me besim, ti po lartëson Perëndin, nuk po lartëson problemin. Prandaj sot shpalle, mirësia e Zotit më rrethon. Shpalle edhe një herë, mirësia e Zotit më rrethon. Asnjë armë kundër meje nuk do ketë sukses. Zoti po hap dyert për mua. Ai bekon punën e duarve të mia. Unë nuk do të jetoj me frikë. Familja ime është në bekimin e Perëndis. E ardhmja ime është në duart e tij. Kur ne shpallim fjalën e Zotit dhe ne bijem dakord me qëllimin e tij, Perëndia qëndron besnik në fjalës së tij. Tani, unë nuk po flasim, ne flasim fjalë pozitive pa besim. Shmo bet koti pastaj. Por ne do të flasim fjalë që janë në Bibël. Zoti vigjilon në plotësimin e premtimeve të tij, thot Bibla. Ai shikon se si do ta plotësoj fjalën e tij. Prandaj kur ti flet fjalën e Zotit, atëherë Perëndia është përgjegjës për ta plotësuar atë.
Ai mban përgjegjësi për të plotësuar fjalën e tij. Prandaj sot unë dua që të kuptojmë këto tre të vërteta. E para, e shkuara ime nuk më përcakton mua. Perëndia po formon karakterin tim, po formon jetën time. Dhe e dyta është sprovat nuk janë fundi. Dhimbjet, situatat nuk janë fundi im. Ato po më çojnë mua në rrugën drejt fitores që Perëndia ka përgatitur për mua. Dhe e treta është mos lejo që problemi të ketë fjalën e fundit. Fjala e fundit i përket gjithmonë Perëndisë. Mbase sot je duke kaluar nëpër ujëra, lumej ose zjarr. Por mos haro se Perëndia nuk premton mungesën e tyre. Perëndia premton që në mes të tyre do lëvizi. Perëndia lëviz në jetën tona. Prandaj ec përpara me besim. Haroje të kaluarën, lëre në duart e Perëndisë dhe qëndro i palëkundur në premtimin e tij. Jepi zë fjalës së Zotit çdo ditë, sepse ai që premtoi, ai është besnik ta mbajë dhe ta çojë deri në fund fjalën. Dhe sot le të bëjmë diçka praktike, të çojmë të gjithë në këmbë edhe të shpallim premtimet e Zotit. Unë shpall se mirësia dhe favori i Perëndisë më rrethojnë si një mburoj. Kudo që shkoj, Zoti shkon para meje dhe ai hap rrugën për mua. Psalmi 5:12. Thoni edhe këtë. Psalmi 5:12. Unë shpall se asnjë armë e sajuar kundër meje nuk do të ketë sukses. Sepse Zoti është mbrojtësi im dhe ai lufton betejat e mia. Isaia 54:17. Unë shpall se Perëndia po hap dyert që askush nuk mund t'i mbyll. Dhe ai po më çon në vende që nuk mund t'i arrij me forcat e mia. Zbulesa 3:8. Unë shpall se çdo gjë që vendos në duart e Zotit do të ketë sukses. Do të përparoj sipas vullnetit të tij. Ai bekon veprën dhe punën e duarve të mia. Ai më jep urtësi në çdo vendim. Ligji i përtërir. 28:12. Unë shpall se nuk do të jetoj në frikë, po në paqe, se Perëndia është me mua. Ai më forcon, ai më ndihmon, dhe ai më mban në të djathën e drejtësisë së tij. Isaia 41:10. Unë shpall se familja ime është në mbrojtjen dhe në bekimin e Zotit. Hiri, favori, paqja, dashuria e tij mbretërojnë në shtëpinë time. Josueu 24:15. Unë shpall se ardhmja ime është në duart e Perëndisë. Ai ka plane paqeje, shprese për jetën time, dhe unë do të përmbush çdo premtim që goja e tij ka folur mbi mua. Jeremia 29:11. Kjo është fjala e Zotit. Zoti e ka thënë, unë e besoj në zemrën time, e rrëfej me gojën time dhe pres që të ndodhi. Në emrin e Jezus. Amen. Halleluja. E gjavë të gjavë të të gjavë. Lavdi Zot.